Në shtatorën e vitit 2021, mediat asaj kohe, raportonin për një përgjigje përfundimtare që Qeveria e Republikës Kosovës i kishte dërguar Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës se nuk kishte interes për të vazhduar me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm natyror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2021, arsyetimet madje shkonin deri në atë pikë që nuk po bëhej fjalë për gaz amerikan. Zëvendës kryeministri i parë i Qeverisë Republikës Kosovës po thoshte që bëhet fjalë për gaz që vjen nga Azerbajxhani edhe nga Rusia, prandaj i konsideronte si po e citoj budallëk diskutimet që bëheshin atkohë për çështjen e gazit. 5 vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të odës ekonomike amerikane. 5 vite më vonë, sërish përgjigja është jo, edhe arsyetimet kësaj radhe janë tjera, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit. Ajo që po e karakterizon këtë debat, ndoshta është një diskutim, ose këtë diskutim në shoqërinë tonë është një debat i mirëfillt edhe për ballafaqim i argumenteve për edhe kundër. Realisht po konsiderohet një farë luksi që jemi në gjendje të sjellim përfaqësuesit e institucioneve të vendit në përtryeza të tilla dhe diskutojmë bashkërisht me ta edhe të shkojmë deri në fund edhe në argumentet që ata mund t'i kemë, por natyrisht edhe argumentet që ne të tjerët në këtë anë të tavolinës i kemi përfshirë dhe ekspertët që janë këtë mëngjes me ne edhe desha t'i falenderoj për pjesëmarrjen e tyre. Është zoti Lorik Feyzullah nga kompania Ecopark, të njëjtën kohë presidenti i bordit guvernatorëve të odës ekonomike amerikane, zoti Pleorat Hundozi nga kompania Crimson Capital, të njëjtën kohë antari i bordit guvernatorëve të odës ekonomike amerikane, zonja Laura Kryeziu, eksperte e energjisë edhe me sjellën këtë tryezë përvojën e saj të larmishme, por natyrisht edhe background në aspektin e LNG-s të para disa viteve që besoj është goxha e rëndësishme që ndahet këtu me bizneset e pranishme. Unë do të thoja se diskutimet e tilla janë pak të vonshme, sepse kanë ndodhur edhe po faleminderit odës ekonomike se është dashur të diskutime ne t'i trajtojmë para 5 viteve, edhe sa herë kemi humbur ndonjë shansë të ndonjë projekti zhvillimor, si Kosovën Kosovën e re, po tash së fundmi edhe gasifikimin, do me thonë projektin e gasifikimit. Unë kam qenë koordinatore nacionale zhvillimit të projektit të gasit, do me thonë në bashkëpunim me MCC, Millennium Challenge Corporation, prej vitit 2019 në vitin 2021. Do me thonë kjo ka qenë një marrëveshje nënshkruar mes Qeverisë së Kosovës dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, për zhvillimin e projektit të gazit, por kanë qenë edhe 2 komponentat e tjera, do me thonë ka qenë edhe battery storage, të cilin e kemi tani, po ka qenë edhe mesa në sistemin e transmisionit dhe zhvillimin e kapaciteteve, të e ditë se Kosova nuk ka kapacitetet mjaftueshme në ndonjë sektor të ri në sektorin e energjisë. Të e marrë parasysh që ne jemi një shtet të cilë bazohemi dikon 95% në gjenerim në lignin. Kështu që projekti gazit, se përmendi Pleorati, ka pas qëllimin e diversifikimit, kryesisht, sepse jemi shtet i cili nuk është se dim se si është ky rrugtimi joni i dekarbonizimit. Ne mendojmë ka 95% kalojmë dhe të ka përcejmë më njëherë në energji të ripërtërishme, e cila përmbanë strategjia jonë, por praktika e këtyre në 5-6 viteve ka treguar që është gati se e pamundshme, dhe praktika tjera të shteteve tjera të cilat i kemi përreth që shumica shteteve gasifikimin e kanë bërë përmes një energjie fleksibile, në këtë rast që është edhe gazi. Tek pjesa e zhvillimit të projektit, 2 vite do të thonë është zhvilluar projekti, në ekipin tonë kemi pas 8 eksperta vendor, sepse ashtu është kërkuar marrëveshja e cila është krijuar, do të thonë është nënshkruar me Qeverinë e Kosovës dhe është dhënë një fond nga MCC-ja për zhvillimin e këtij projekti. Do nis nga një premisë e cila na ka shërbyer neve sa ishim në presidencën në kuvent, e që është besimi. Besimi si një shtyllë, si një përbërës kryesor për ndërtimin e raporteve bilaterale dhe multilaterale. Dhe në këtë pikë, unë them që përgjigja që japim për LNG është edhe një reflektim i asaj se sa i besojmë ne aleatit tonë më strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është trajtuar këto ditë me të drejtë nga njerëz që janë në këtë tryezë, duke filluar nga Laura Nardani, Oda Amerikane, kjo temë edhe nga prizna e asaj që si energjia është barabartë me sigurinë nacionale, po njëkohësisht
është edhe një parametër që ka tepër rëndësinë atë se si pozicionohemi ne në aspektin gjeopolitik. Ti thua është po edhe gjithë në këtë pikë, është në fakt një sigurim tutje i ankorimit tonë në NATO, por dhe njëkohësisht mund shkoj edhe aq lart ta them, është edhe një ndërtim i një shtyllë tjetër të sigurisë po aq të rëndësishme sa dhe prezenca e KFOR-it ta themi në Kosovë. Unë realisht do të mundona me fol pak në një drejtim tjetër, në Learta dhe Laura spjegun edhe logjikën edhe arsyeshmërinë, po një gjë që e tha Learta, pak a shumë kish me qenë piknisja e diskutimit tem, gazi është urë. Gazi nuk është destinacion final. Gazi është urë për një të ardhme e cila e lyp një infrastruktur që mundëson një lloj industrializimi e zhvillimit vendit. Mos të harrojmë, Kosova është pa ambicie sa i përket industrisë dhe zhvillimit ekonomik. Ambicjet tona fatkeqësisht janë reduktuar në, si me thonë, kalimin e vitit në vit. Ambicjet tona ekonomike zhvillimore janë reduktuar në shpenzime buxhetore dhe sektori privat një mendim zhvillimor është kompletit kurën në diskutime, unë besoj kogja problematike. Para, mendoj që kur flasim për gazin, e para që duhet me folë është interkoneksioni, pra infrastruktura. Me pastaj se si e zhvillojmë atë infrastrukturë, varet edhe prej një ambicjes dhe idez zhvillimore që e kemi. Çfarë lloj industrie, në cilat sektor, çfarë lloj energjie, ku eksportojmë, se ne ballafaqohemi edhe me një problem shtesë që kemi unë i them një Schengen gjelbërt. Çdo ditë më shumë Bashkimi Evropian është duke organizuar tregun e vet rreth parametrave që lidhen me agjendën e gjelbërt. Kështu që infrastruktura gazit është, si me thonë, e domosdoshme për me u siguru që çdo lloj mendimi të zhvillimor që kemi mjaftueshëm diversifikim të burimeve të energjisë që me mujt industrit të ardhmen, cilën do që e zhvillojna, me mujt me kapitalizuata. E dyta që për mua është tepër me rëndësi është kjo mungesa ambicjes. Unë fatmirësisht ende besoj që optimizmi është aset strategjik. Fatkeqësisht, e di që në këtë vend optimizmi nuk është një term i dashur në i duhur, po unë besoj që optimizmi është aset strategjik.